Një surprizë nga ajri ka mbërritur mesditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke sjellë një mesazh që ka trazuar jo pak qetësinë e banorëve aktual. Teksa konkurrentët ndodheshin në obor, ka qenë Rogerti ai që ka diktuar i pari dronin mbi shtëpi dhe ka njoftuar menjëherë Luizin. Banderola mbante një shkrim që rikonfirmonte statusin e këngëtarit në sytë e mbështetësve të tij. Mirë se erdhe i zoti i shtëpisë. Sapo e ka lexuar këtë mesazh, Luiz Eili nuk e ka humbur rastin për të thumbuar sërish banorët me humorin e tij karakteristik, duke u kujtuar pozicionin e tyre në atë shtëpi. Ju kam thënë që jeni qiragjin këtu dhe do t'ju marr qiran, u shpreh ai me të qeshur, por banorët nuk e kanë marrë për humor as pak. Përkundrazi, ata janë acaruar shumë, sidomos Rogerti, i cili me shpifjet apo me ofendimet e tij ju është kthyer edhe një herë Luizit, duke i thënë që këtu ti e komshi, pasi shtëpinë tënde e ke lënë në kazino. Rogerti po ngulmon shumë që ai e njeh Luizin dhe thotë që Luiz Eili është një bixhozhi dhe po i lë të gjitha lekët në kazino. Ndërkohë që Luizi e acaron atë më shumë pasi tregon indiferencë dhe nuk merret fare me të. Nuk dihet se kush ka të drejtë këtu, megjithatë situata është bërë shumë intensive dhe të gjithë teleshikuesit janë në këmbë përpara ekranit. Vetëm hyrja e Luiz Eilit ka bërë që shikimet e këtij viti të rriten me shifra shumë të mëdha, ndërkohë që banorët brenda mendonin që ato kishin arritur shumë klikime, por nuk janë në dieni shikueshmërinë që ka marrë që pas hyrjes së Luiz Eilit, fituesi të edicionit të dytë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.